Dashuria për kafshët është një nga format më të pastra të dashurisë që ekziston. Ato nuk gjykojnë, nuk kërkojnë pasuri apo pamje të jashtme. Kërkojnë vetëm dashuri, kujdes dhe pak kohë. Kur mësojmë të duam një kafshë, mësojmë të duam me shpirt dhe pa kushte. Kafshët na tregojnë çdo ditë se çfarë do të thotë mirënjohje, besnikëri dhe ndjeshmëri. 3 gjëra që shpesh njerëzit i harrojnë.